Kjo nuk vlen për ty që jenë Stuttgart, anë Munich. Kjo vlen për ty që jenë Prugovc, Miradi, Kamenic, Gjilan, Kaçanik. Rrymen që e ke pagu vjet me 100 euro, si vjet duhesh me pagu me 120 e diçka euro. Nëse ki ble mizh, nëse ty të prishet kirri, rrugës, te a thirr automekanikin, a thirr ato që qanë ndrum. Paka shumë që kjo është logjika kur ki probleme në shtet. Si mas agjencionit statistikave të Kosovës, që është organ i kuvendit Kosovës, pra nuk është i Serbisë, është i Kosovës. Çmimet në vitin 2025 janë rrit me 5%, si mesatare. 5%. Çka do më thonë kjo? Vitin e kalum, nëse i ke pas 100 euro, që ato 100 euro si vjet kanë vlerë 95 euro. Nuk përfundon me që kaq. Kjo fatkeqësi familjare. Sepse inflacioni nuk është konë gjithkon i njëjtë për secilin produkt. Për shembull, rrymen që e ke pagu vjet me 100 euro, si vjet duhesh me pagu me 120 e diçka euro. Nëse ki ble mish vjet 100 euro, sasinë e njëjtë të mishit, si vjet të kushton me ble 115 euro. Sa herë të shkoj në shtëpi, për çdo mbrëmje, e unë e pedi që nuk jam as në mesin e familjeve me të hyrat më të vogla. Kjo nuk vlen për ty që jenë Stuttgart, anë Munich. Kjo vlen për ty që jenë Prugovc, Miradi, Kamenic, Gjilan, Kaçanik. Unë sa herë shkoj në shtëpi, ose nona ose gruaja më thojnë, hava çmimet. Sa herë të shkojnë me ble diçka, kthehen, ty kallëzu qysh çmimet janë rrit. Ajo bojnë edhe ju qështu. Tash, kthehemi te mekaniku, ose druvari, ose elektricisti. Kur ki probleme në shtet, me ekonomi, që të rritën ty çmimet, cilën e thirë? A i thirë që to me t'i nërejt çmimet? A thirë që to me t'i nërejt çmimet? Kujna i beson ma shumë? Që ati që bërtet ma shumë? Që të shkakton të lashe edhe mrena dhe jashtë? A që ati që është me kryt ftoft edhe t'jep zgjidhje? Boni sinqert edhe ti që e votën vetëvendosjen. Me të pyet dikush, thellë, cilën i kështë zgjidhë për ekonomi? Cilën i kështë thonë, vllavi jam rregulloje pak, e mani nështë ta kthejna prap të ky tjetri. Hej, në New York, që veni, le të themi, ku pasunia ma madhe e botës, ka fitu një djalë që e ka premtu saktësisht që të, që ka unë e po e thamë për Kosovë. Ka thonë që kena me hapë shqitorit shtetit, nështë ta kur zbot. Po New Yorkezët ja kanë dhonë besimin që ati kanë dhonë, u lëdhëm me njerëz që nuk e zgjidhin asnjë problem sa i përket standardit jetesës. Kosova, simas entit statistikave të Kosovës, inflacionin për vitin 2025 e ka 5.1 si mesatare, shumë më të lartë në çdo sene që ju doni ju më shumë. Rryma, mishi, e më the thash, Shqipnia ka 2.2, që është goxha normale, rajoni e ka krejt ma tullë se na, Evropa, Bashkimi Evropian e ka 2.2. A di çka i bjen kjo? Si kur ti me jetun me një hymje të banesës, a me një mahal e ti je familja ma avarfën. Ku të shkojsh në shqitore me ble, ndonë se je familja ma avarfën. Ndonë se i ki pagat ma tulltat. Besa do s'pi morin hishnër të kë, a i në shqitore aty me të thonë,
ti edhe duhesh me pagu ma shtrejt, veç për ty jën rritë çmimet. A ki po ka njerë kur përvin shacat, vllazët edhe motra tonë, kur thonë çmimet edhe këtu si në Evropë. Gati dojnë me na lavdu me qëtësen, gati dojnë me thonë, na nëzunët edhe ju neve. Jo, najna e kena qelë një grupë e na të sharru mrena. Në vend që me lonat kacit hamamit, se ti sun del për i grupës, ty mih të pusht, ti del për i grupës, ty e hek kacin. Najna hala ty sharru me qatë kaci që e kena qelë, tonën. Na hala po zgedhëm njerëz që din me fol ma mirë, e ju njerëz që din me punu ma mirë. Na e na të dhonën mas dramave, e u rejna situatën monotone, bajate, se adrenalina a trupit na lyp qashtu. Kena qef për plasje, kur tha Leo a dit, nalni shkujna me reklama pika u konë kana bjen. Deshë me lonë den fund, me i pa parimin me krakin të rej. Pro na edhe lypëm edhe shajna. Ama kur po shkojna në shituri, vetëm i vend që s'po nalet. Do me thonë, krejt pushojnë ka pak, veç çmimet s'po nalen kur. Për çdo muj, për çdo vit, ta gryn buxhetin familjar, veç kur e sheh që ato parë që të kanë vlet ma shumë, tash dhe vlejnë ma pak. Që ato që ke ble 1 kg mish, tash i blen 800 gram mish. Aja është një farloj, se me thonë, vdekje e but, që ta merë shpirtin kadale. Në rrydh, veç e shet që je ka hup, je ka asfiksohësh. A moni men kryeministrin Kurti në opozit. Samir i dike që ky. Samir i dike krejt çmimet. E dike sa kushton buka, e dike sa kushton vaj, e dike sa kushton rryma, i dike sa kushton ilaqet, dhe ke kena me hek të vëshen, se nëse ka bo qështu ban qështu. Prej që u bo kryeministër, nuk foli ma për çmime veç për Mitrovic, veç për perëndimin, për kriza globale, për temat mëdhaja, se temat të mëdhaja hapin debatet mëdhaja, se cile e ka një menim. Për Mitrovica a keni po, se cili fol ka diçka për veriun. Jo, unë ja kësha bo qashtu, jo, unë ja kësha bo qashtu. Për çmime, kërkur s'din qysh me ja bo. Sëd e hapi garen për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza. Tonë e mani men Bedrin, kër o konë ministri i financa, ku e nërejq autostradat, inflacioni nuk o konë qështu, o konë 2% o konë inflacioni. Çmimet janë konë shumë atylta. A ka pas probleme? Ka pas sa dush edhe në atë ku. A moj vetëmi që së shpërfshin probleme o konë Bedria. A se akuzën kush për korrupsion, për një njeri që nuk i ndez masat në sala, po din mi bo hesapet mirë. Gjasat janë reale që ka më konë edhe kandidati tashme, edhe kryetar partije, edhe kandidat për kryeministër. Alternativa ati është ky tjetri, i cili e keni pa që 5 vjet çka din me bo. Edhe e keni pa çka s'din me bo. Okej, din me fol për temat mëdhaja, din me fol për politika të rana, nuk din me u marr me hallet tuja. Nuk po keni ilaqen spitale, ku me të e marrveshja që mi kufizu çmimet e ilaqeve në përbarnatore. Aha, e harrun edhe ato. Pra, para vetës i keni 2 alternativa. Nëse jeni të kënaqur me çmime, vazhdoni. Nëse jeni të kënaqur me standard jetesës, vazhdoni. Nëse doni ndryshim, me të kushtu ma lirë, tomli, rryma, buka, që ku keni? Po që vetën qafë.